gjuha është organi i parë që akumulon të tëra toksina, lëndët që ne qeliza, konsumojmë. bakterje, po. A kupton dhe pastaj Ndaj dhe të kam parë që ke bërë atë pastrimin e gjuhës, pse është e rëndësishme si duhet pastrojë gjuha, meqense jemi këtu te kjo pjesë. Meqense jemi te kjo gjëja. Thot e pastroj gjuhën me furçë. Me furçë, me sodë. Nuk bën asgjë. Asgjë. Është një lloj tani të marrësh 2 furçe dhe pastroje furçën me furçë. Nuk e. Pra, gjuha po ta shikosh me shumë imësi, ose ato çarjet që ka, pra gjuha ka ato receptorët, ka mira receptorë nervor të shijes, të ndjesisë. Pse kur ti konsumon diçka të nxehtë, direkt sa e vën në gjuhë, të djeg dhe e nxjerr. Po është shënuesi i disa organeve, shumë gjërave, i zorës, i zemrës, në zona të ndryshme të gjuhës. Po, të pikat të ndryshme të gjuhës. Dhe unë them, gjuha pastrohet në 2 lloj formash. Ideali është me bakër. Një bakër të mirë. Pra janë ca gjëra që unë kam porositur, që ne kemi që i përdorin tek mjekësia ayurvedike, që është pastrimi, është e vetmja që të bën pastrimin e gjuhës, domethënë në mënyrë fondamentale. Të ndryshon shijen komplet, aromën në mëngjes kur zgjohesh. Por nëse njerëzit nuk i kanë këto gjëra, them, mund ta pastrohet me thik ose me një lugë bakri. Jo shumë të pret. Një sekond, jo. Tek pjesa e thikës, jo me thik sharr, se nuk bën prap asgjë, por të jetë një thik e mpret, por të jetë një metal i mirë. Dhe bën vetëm këtë, në këtë lloj forme. Poshtë, sikur po shtrin diçka. Dhe do shikojnë disa gjëra që do dalin aty, të cilat domethënë janë çik dhe të çuditshme. Po, janë të gjitha bakteriet, mbetjet, në mëngjes është gjëja e parë që duhet bëjnë. Zgjohen është gjëja e parë që duhet bëjnë. Mbas kësaj unë këshilloj o të konsumojnë pak vaj kokosi, i cili është fantastik për të bërë pastrimin e këtyre, të bëjnë gargare dhe ta derdhin, dhe më pas mund të konsumojnë ose edhe vaj ulliri. A kupton? Pra mund ta konsumojnë dhe ta pinë, po e para duhet ta nxjerrin, sepse janë toksinet që janë vendosur në lëvizje. Po. Dhe pastaj janë këto lëngjet që unë pi, ujin me ginger, me limon, etj, që është ushqimi im i mëngjesit. Dhe një tjetër sugjerim që mund të jepja për shembull njerëzve tani që është në pragun e verës, thjesht kur keni ngarkesë, jeni të ngarkuar, është thjesht relaksoni duke ushtrirë në këtë lloj forme. Pra në mënyrë që të shtrini muskujt, që të qetësoni fundin e shpinës, tensionet, dhe shkoni të çoni sa më shumë oksigjen në gjak, përmes gjakut oksigjen në tru.